Tani, Ilir Meta... Si ka mundësia arrestoj Edi Rama? Nuk e ka arrestuar Edi Rama për lejnë të budalli që qajër Edi Rama le të presi radhën atje. Po qa thonë këto më vlasin në kamborë dhe një kështu duke dhënë që arrestoj Edi Rama, se arrestoj Spaku... fusin kot, e arrestove ti. Po kështu thonë, kështu kanë thënë gjithë natën, bam. E arrestove ti që ke berë gjithë këto video ku vjet seksi që Spak nuk po bën detyrën. Dhe Spak është para një presionit jashtëzakonshëm, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Dhe do t'i bëj se s'bën këto gjëra. Këta flenë kot mendjen. Pra kjo, ne me këtë mund të quajmë që kjo është një punë e mirë nga Spaku për Ilir Metën? Është një punë e mirë e sapo filluar. Tani, unë në të gjitha videot që kemi bërë bashk, kanë dhënë theksin që Shqipëria e ka domosdoshmëri Spakun, e ka domosdoshmëri ligjin. Bravo. Por se gjithmona kam parë që thënë po sulmojnë Spakun. Jo, atëre, unë nuk sulmoj Spakun, unë sulmoj Altin Dumanin, unë sulmoj atë Arben Krajën dhe tash, tjetër, do më dhenë për mos veprimet e tyre. Po si ka mundësi që kjo ndodhi fix pas takimit Dumanit me përfaqësuesin? Jo, kjo ndodhi direkt pas takimit tim dhe mua, midis neve të dyve që thamë atje që këta zotërind po mundojnë të manipulojnë gjithë shka dhe një presioni gjithanshëm është të Spakut. Unë ta kam thënë 100 herë se sot që ta kam thënë. Por unë do themi një gjë tjetër për Ilir Metën. Tu ta mshosh pak më shumë të Jo, një herë tjetër këtë. Pse e mendon si ka ndodhur prej nesh kjo? Pse ka ndodhur pse? Jo vetëm prej nesh orti çun. Ka presion të gjithanshëm të thashë, edhe nga shqiptarët, edhe nga ndërkombëtarët. Se ndërkombëtarët nuk janë vetëm ata që shikon ti këtu. Ata që i vini për ulen e bëjnë pazare me Edi Ramën. Jo, ka bota e shumë e madhe. Edhe Amerika e shumë e madhe. Edhe Europa e shumë e madhe. Por për Ilir Metën do themi këtë tjetërën. Nuk është as pak rastësore që në ekipin e Ilir Metës është Barisha Qiri. Kush është ky? Ish numri 1 i shërbimit informativ. Kur erdhi president, Ilir Meta ka marrë Barisha Qirin, sepse Barisha Qiri i ka dhenë të gjitha informacionet që merrte Shiku. Po ashtu Ylli Alushi, zvendës drejtori i përgjithshëm i Shikut. Të gjithë këta njerëz, domethënë, që nga Barisha Qiri edhe tek Visho Ayazi, tek zoti tjetër, ai Bendo e kjo tjetra, janë persona brenda shërbimit informativ, që shërbimin informativ e kanë kthyer në interesa të pushtetarëve me të cilën vjedhin e grabisin e bën çati do qefi. Edhe vrasin, edhe intimidojnë, edhe mashtrojnë. Në vërtet. Çfarë akuzash rëndojnë për Ilir Metën shkurtimisht? Se nuk thuan, thjesht kanë dëgjoj këtu. Gjëja më e çuditshme apo më e pashembull në zbatimin e ligjit penal në Shqipëri është që Denja Hajdut X e ka policia ras brenda. Qa beri vodi bicikletën. Qa beri bicikleta 300.000 lek. Ilir Meta dhe ata si ai, e kupton, vjedhin, mashtrojnë, i kanë konsumuar të gjitha kapitujt e kodit penal dhe ata thonë, po dale prit se do hetojmë ne. Po që do hetosh ere njeriu, po beri një vepër penale, futet brenda. Do pastaj hetoje prap.